Gjeneta u gjen sot në një moment mjaft interesant dhe të komentuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, duke tërhequr vëmendjen e banorëve dhe të publikut, teksa po qëndronte në lavanderi së bashku me kushtrimin dhe lëndrimin. Në sfond u dëgjua papritur nga vëllai i madh kënga e gjestit, Katile. Menjëherë sa po filluan tingujt e parë, reagimi i Gjenetës ishte i menjëhershëm dhe plot emocion. Ajo nisi ta këndonte këngën pa hezitim, duke e shoqëruar me buzëqeshje dhe lëvizje ritmike, ndërsa nuk e fshehu as pak pëlqimin e saj për këtë projekt muzikor. Madje, Gjeneta u shpreh hapur para kushtrimit dhe lëndrimit se kjo është kënga e saj e preferuar nga gjesti. Kënga ime favorite, shumë e du këtë këngë, u shpreh ajo me entuziazëm. Gjatë gjithë momentit, Gjeneta u pa duke e shijuar këngën në maksimum, e relaksuar, e buzëqeshur dhe e përfshirë plotësisht në ritmet e saj. Ky episod krijoi një atmosferë të ngrohtë dhe spontane në lavanderi, duke sjellë një çast ndryshe nga rutina e përditshme e shtëpisë dhe duke nxitur reagime pozitive edhe nga banorët e tjerë. Momenti nuk kaloi pa u vënë re. Pasi për shumë djegës, reagimi i saj u interpretua si një shenjë nostalgjie apo lidhje emocionale me këngët e gjestit, duke shtuar edhe më shumë kuriozitet rreth dinamikave mes banorëve. Big VIP Albania ju informoi pak më parë deklaratën e fortë të Gjenetës lidhur me ndjenjat e saj ndaj gjestit. Ja çfarë tha Gjeneta. Gjeneta Fetahu ka rikthyer sërish vëmendjen e publikut me hyrjen e saj të dytë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Një rikthim që në momentet e para ka sjellë energji të reja, emocione të forta dhe diskutime të shumta mes banorëve dhe jashtë shtëpisë. Ish banorja është shfaqur më e hapur dhe më e sinqertë gjatë këtij qëndrimi, duke mos i fshehur ndjenjat dhe përjetimet personale që e kanë shoqëruar edhe pas përfundimit të eksperiencës së saj të parë. Me praninë e saj, dinamika e lojës ka marrë një tjetër drejtim, ndërsa bisedat kanë marrë një ton më emocional dhe reflektues. Gjatë diskutimeve me banorët, Gjeneta ka zgjedhur të hapë zemrën për një raport të kaluar që vazhdon të ngjallë kurreshtje tek publiku. Edhe pse ajo nuk e përmendi drejt për drejt emrin e gjestit, mesazhi i saj ishte i qartë dhe i kuptueshëm për të gjithë, duke rikthyer menjëherë komente dhe aludimet brenda komunitetit të Big Brother VIP Kosova dhe në rrjetet sociale. Ajo pranoi se ndjenjat e saj për të nuk kanë qenë plotësisht të vetëdijshme në momentin që ndodheshin brenda shtëpisë, por janë bërë të qarta vetëm pasi doli jashtë dhe pati kohë të reflektojë mbi sjelljet dhe situatat e përjetuara. Gjeneta theksoi se dhimbja që ndjeu kur e pa të pranë një personi tjetër ishte momenti kyç që e bëri të kuptonte se lidhja emocionale kishte qenë më e fortë se sa e kishte menduar. Me thënë realitetin, mundem me thënë 100% ndoshta kam pasur lloj ndjenja për të pavetëdijen time, që e kam kuptu kur kam dalë jashtë, e kam kuptu në mënyrën. Sjelljen që ai e ka bërë brenda e kam kuptuar kur mua më dhembi kur e kam parë me dikë tjetër. Aty e kam vërejtur që ka diçka që mua ma ndjen, është shprehur Gjeneta, duke lënë të hapur shumë pikë pyetje mbi ndjenjat e saj dhe të ardhmen e këtij raporti. Ky rrëfim i sinqert ka shtuar edhe më shumë interesin e publikut për rrugtimin e saj të ri në shtëpi, ndërsa mbetet për të parë nëse kjo histori do të ketë zhvillime të tjera gjatë qëndrimit të saj në Big Brother VIP Kosova. Një ditë më parë Big VIP Albania ju informoi se Gjeneta Fetahu do të futet në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Ja çfarë deklaruam një ditë më parë. Ish finalistja e edicionit të kaluar të Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu, do të rikthehet sërish në shtëpinë më të famshme në Kosovë, duke ngjallur menjëherë interes dhe kurreshtje të madhe tek publiku. Lajmi është konfirmuar zyrtarisht përmes rrjeteve sociale të Big Brother VIP Kosova, ku është bërë ditur se rikthimi i saj do të jetë pjesë e një surprize të përgatitur nga produksioni, e cila pritet të ndikojë drejt për drejt në dinamikën e lojës. Një mision i veçantë për 24 orë. Ndryshe nga eksperienca e saj e mëparshme, këtë herë qëndrimi i Gjenetës në shtëpi nuk do të jetë afatgjatë. Ajo do të hyjë si banore speciale për vetëm 24 orë, në kuadër të një misioni të veçantë. Sipas njoftimit zyrtar, ky mision lidhet me një rol specifik që ajo do të ketë gjatë bashkëtesës së shkurtër me banorët aktual, ndërsa detajet pritet të mbahen surprizë dhe të zbulohen gradualisht gjatë qëndrimit të saj. Kjo lëvizje shihet si një strategji e produksionit për të sjellë tension, emocione dhe situata të papritura brenda shtëpisë. Reagimet dhe pritshmëritë. Gjeneta Fetahu mbahet mend nga publiku si një nga personazhet më të forta, më dinamike dhe më të drejtpërdrejta të edicionit të kaluar, e njohur për qëndrimet e saj të hapura dhe debatet që shpesh ndeznin atmosferën në shtëpi. Pikërisht për këtë arsye, prania e saj pritet të trazojë ujëra dhe të shkaktojë reagime të ndryshme të banorët e këtij sezoni, disa prej të cilive mund të ndihen të vënë në presion apo të testuar në lojën e tyre. Menjëherë pas konfirmimit të lajmit,
Rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe reagime nga ndjekësit e formatit. Shumë prej tyre e shohin rikthimin e Xhenetës si një lëvizje të zgjuar dhe interesante, që do t'i jap më shumë ritëm dhe ngjyra spektaklit, ndërsa të tjerë janë kurioz të shohin se si do të ndërveprojë ajo me banorët aktual dhe çfarë ndikimi konkret do të ketë misioni i saj në zhvillimet e ardhshme të lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.